është një ëndër kjo, do ta realizoj unë, do mundohem po, kur do jepem jo, dhe shumë vështirësi, kur unë ti kaloj. Do të jem si një zonë që lart do flu. Dakor, do të shkojmë tek lajmet e rëndësishme, jo të rëndësishme, tek lajmet që vijnë nga Moti, jo të rëndësishme, të rëndësishme në vetvete të rëndësishme. Moti në përbot. Shiko, besoj se të gjithë kanë qenë në një lloj segëldie dhe shqetësimi të vogël për sa i përket lëvizjeve dhe masave që do merrte Trump kundrejt Iranit, bëri një premtim publik biblik, do thoja, për shkatërim të civilizimesh. Në nxori mallin e Mojsiut për ca momente, por duket sikur është tërhequr, duket sikur është bluff, all in, po luan këtë bluffin all in. Ato ngjajnë sikur janë duke luajtur Monopoly. Tamam. Si e lexon këtë situatë? Ai, domethënë, ideja shkurtimisht është që është rënë dakord, gati 1 orë para afatit që kishte vendosur, ora 8 me orën e Amerikës për ditën e djeshme, kanë rënë dakord pasi ka pasur bisedime dhe me kryeministrin e Pakistanit. Ideja është që sigurisht që Trumpi është biznesmen dhe e shet sigur kjo ishte ajo që donte të arrinte. Si përfundim kanë rënë dakord që të ketë 2 javë armpushim, pra nuk do ketë luftë dhe ditën e premte do fillojnë negociatat. E gjitha kjo për lirimin e ngushticës së Hormuzit, referuar Këshillit të Sigurisë së Iranit, është thënë që do lirohet ngushtica e Hormuzit, por çdo anije që do kaloj do jetë survejuar, si thua, e shoqëruar, survejuar nga Irani. Ndërkohë që Benjamin Netanyahu ka thënë që po, është e vërtetë që do ketë 2 javë armpushim, por jo për Lebanonin. Jo, tani nuk përfshihen ato janë si këto noterët që lexojnë presjen. Kur e ka vënë presjen, e para apo pas? 2 javë armpushim, po nuk e thot se kur do fillojnë këto 2 javë. Po pra. Këto mund të jenë 2 javë edhe vitin tjetër. Po pra, se po të bësh 2 javë, pik, armpushim, pik, domethënë nuk ka lidhje fare me njëra tjetrën. Po, varet më. Shikoj, Lebanoni shkret në të gjithë historinë e timur, po ç'kan? Ta mendosh me Lebanonin, që është një nga kulturat më të jashtëzakonshme të historisë së njerëzimit. Është një nga shtetet që në lindjen e mesme ka qenë një nga shtetet më përparimtar, për mos thënë, shteti më demokratik dhe përparimtar i lindjes mesme. Patjetër ajo që përmendë gatimit mund të konsiderohet një nga shtetet dhe nga ata që njohin kulinarinë ose gastronominë ndërkombëtare, e konsiderojnë Lebanonin, Libanin si absolutisht mbase dhe shtetin me kulturën dhe që është treguesi një kulturë shumë të pasur. Absolutisht, kulinaria reflekton sigurisht një traditë me ngjyra, arti i tyre, kanë prodhuar plot shkrimtar, njerëz politikës, diplomatë suksesshëm, kanë qenë Amerika, po themi, në thonjza gjithmonë për sa i përket demokracisë dhe fakultetet, universitetet më të mira për vite me radhë, derisa pastaj në një lloj forme u kontrolluan nga një valë ekstreme islamike që mori frerët e shtetit në dorë dhe në një lloj forme humbën atë shkëlqimin dhe lirinë e tyre dhe tashmë hasen me këto probleme. Me këto halle. Që këto në fakt, nëse shkojmë tek hallet tona, një ngjarje e rëndë në fakt, aq më tepër për dikë që mund të jetë prind si në rastin tim. Ka ndodhur pikërisht në Vlorë, besoj se është parë kudo, shpërndar si lajm. Një pitbull ka sulmuar një fëmijë 4 vjeçare, sigurisht vogëlushja është mirë, okay, është rast fatlum në gjithë fatkeqësinë e saj, por është një ato rasti që të bëjnë të reflektosh dhe të kujtosh që për postë të tjerave që janë në maksimum rrezikshmëria në Shqipëri, që mund të jetë një infrastrukturë e dobët, nuk kalon dot rrugën sepse kultura e të ngarit, po dhe kultura e këmbësorëve, po dhe infrastruktura në vetvete është e rrezikshme, ke frikë të dalësh se poshtë ballkoneve mund të jetë prap rrezikshmëri të bjerë në një vazë lulesh. Ke plot kërcënime, jemi si West, domethënë kujtohet perëndimi i egër i dikurshëm, domethënë mbyllni dritare. Në Shqipëri ke kërcënime të vazhdueshme dhe shto këtu edhe pakujdesin që mund të kenë disa të zot ose pronar për të mbajtur pitbull. Një racë në fakt që ka qenë në 2007-2008 që kujtoj unë, që është kthyer në një trend edhe në Shqipëri, është duket shpesh herë në proporcion
të zhdrejt me se sa pitbull është i zoti, e ke parasysh i marrin njerëz që 40 kg me i teke bar, kupton, rrim te liçeni, dëgjojmë këngë të Këqiam, që jemi gangstera, milionera dhe mbajnë nga një pitbull. Domethënë kjo kulturë. Edhe i zin, edhe ças kemi parë me këtë kulturën e supozuar të rrugës, nga ca njerëz që supozohet se janë të fortë, edhe kompensojnë çfarë s'kan vet me racat e gra pitbullësh e tjera me radhë. Megjithatë, duhet thënë që shteti duhet filloj të marri masa në lidhje me këtë gjë. Nuk mund të kujtohemi të bëjmë 2 ditë biseda, sa keq ndodhi asaj gocë, duhet marri shteti masa. Shteti duhet marri masa. Ka plot shtete në përbot. Italia përfshirë. Po Italia, Mbretëria e Bashkuar, Kipër, Turqia, Britania e Madhe, Australia, Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ndaluar, por të gjitha këto shtete, shtetet moderne, kanë disa kritere për të marrë një pitbull. Ose të raca Corse Canario, Rottweiler, Gjermania për shembull, sepse jo vetëm pitbulli, por edhe qeni ishuit Kanarie, që është pak a shumë një mastif tjetër, por edhe Rottweileri, po edhe Rhodesian Ridgeback, janë disa raca luftarake, Dogo Argentino, janë disa raca që janë vërtet shumë të rrezikshme dhe kërkojnë një pronar të përgjegjshëm i cili ka eksperiencë të mbajtur i qenit. Nuk mund ta marrësh qenin ti, ta blesh se e ke qef. Ti mund të jesh një pronar shumë i mirë për atë qen, ti largohesh ikën në Gjermani si shumica e shqiptarëve dhe ja lë plagës, kupton? Dhe ken në Shqipëri raste që ke gra ka 60 vjeç për shembull që mbajnë një qen që është 40-50 kg që nuk ka asnjë lloj kontrolli ndaj atij qeni. E para njëherë duhet të kesh disa kritere, duhet plotësosh disa kritere në blerje. E dyta, nëse qarkullon një qen tillë, nuk mund të dali pa maskë. Edhe nëse nuk ndalohet, nuk mund ai qen të dali pa maskë në rrugë. Duhet që këta njerëz gjobiten ashpër 5 milion lekë nëse del qeni pa maskë. Sepse ata janë rrezikshmëri për gjithë komunitetin. Absolutisht. Nuk e kuptoj si nuk lejon armët janë ndaluara. Ai është një armë. Në një farë formë është një armë. Dhe ti s'ke kontroll për atë. Ti kur merr një armë, sigurisht duhet kalosh disa teste, duhet kesh disa kritere se si mund ta marrësh atë armë. Si mund të lejohet ndërkohë një organizëm i gjallë? Te liçeni kanë qenë masa dikur nuk lejoi pa maskë. Sot që flasim te liçeni lejohet pa maskë, ke qenë që vinë vërdall rrugëve. Edhe zgjidhur absolutisht, sepse thot pronari me në formën më arrogante dhe qesharake nuk të hapë, nuk është mund të të kafshojë, më kupton? Kjo arroganca. Mund të jetë një fëmijë që i afrohet, nuk e kupton mirë atë. Pikërisht. Ti ke parkun te liçeni, unë e shoh me sytë e mi, parku Lodra tek liçeni, që është pjesa që rrin fëmijët, e para njëherë ke qenë nga këta të rrugëve që vinë vërdall vazhdimisht dhe ata nuk janë agresiv, po nuk i dihet kurrë, kupton? Nuk i dihet kurrë se si mund të reagojë. E dyta ke pastaj pronar që sjellin Doberman, Rottweiler, Pitbulla, Belgian Malinois belg, që Malinois belg është qen ushtrie, kupton? Është kthyer tjetër trend me Malinois belg. Ata janë qenë që i përkasin ushtrisë dhe policisë shteteve respektive. Kanë të paktën 60 vjet që evoluojnë dhe përgatiten dhe seleksionohen si raca pikërisht për të punuar. Për të punuar, për të sulmuar, për të zbuluar, për të qenë në luftë e tjera me radhë. I marrin këta qenë se janë të bukur dhe janë trend dhe i mbajnë për shtëpi dhe e para mirë që ju shkatrojnë shtëpinë, mirë që ju han këmbë krevatesh e komodine, ju han frigoriferin qend. Por ata kërkojnë me orë të tërë aktiviteti fizik dhe janë qenë që bien depresion. Dhe një qenë që bien depresion, jo për shkak dhe fajt të tij, po për shkak të kushteve që ka vendosur pronari, mund të kthehet automatikisht agresiv dhe mund të bëjë dëme të mëdha. Janë shumë efektiv për të eliminuar sidomos një fëmijë 4-5 vjeç. Kështu që nuk e kuptoj si nuk merren masa për këto gjëra. Si nuk ka një policë bashkie në fillim të liçenit, një policë bashkie në mes liçenit dhe një policë bashkie nga ana tjetër. Të paktën të eliminohen këta qenë në zonat kryesore qendrore që qëndrojnë fëmijë. Absolutisht. Është e mëshme, nuk merren masa, domethënë. Absolutisht duhet bërë diçka patjetër. Nëse kjo është. Jo, nuk kemi çfarë bëjmë përveç se paktën ne dy përveç se ta ngrëm si problematik, ta diskutojmë dhe uroj që realisht merren masa për këtë çështje. Po çfarë kjo është çmenduri? Këtu mund marrësh ujë, ore mund dalësh me tik, ore tjetër kishte Luan. Jo, un kam. Se s'haj tha, ore kupton shqiptari është është deluzional, ore. Të kafshoj.
Qytetat kafshë. Kupton sa delizionale janë shqiptar. Ai man Luani thot tjetrit futu në obor se nuk të bën gjë. U fut tjetri me tek slims në gojë, kupton? Ne çiki mori jetën, ishte gjë e fundit, pompa e fundit që realisht po qetësia dizotris në ato momente, domethënë. Në momentin që doli vllan nuk e di po. Ai duhet shpallet e ro. Po çero më unë herë po tjetri që era me shpull Luanit. Pa le, ai pastaj pa i cigaren. Pa heqja, ore është merro. Jo, realisht duhet bëhet diçka. Niveli ignorancës është duhet bëhet diçka se këto realisht rrut siç e the dhe ti, këto janë armë. Absolutisht, dhe nuk duhet përgjigjësohet gjithë pronarët e pitbull dhe nuk duhet përgjigjësohet edhe gjithë pitbullët. Po jo, kjo është një rregull që vendoset. Po patjetër, s'është vej mask. Unë e di që ka pronar pitbull, është një zotëri mrekullueshëm që e shoh vazhdimisht ka 2 pitbull femra të zeza. Ka një kontroll ndaj qenëve, i ka edukuar në tillë formë që vërtet ai mund të jetë një përjashtim që vërteton pikërisht rastin. Domethënë pitbull dhe raca të tilla Rottweiler kërkojnë njerëz që kanë ekspertizë, nuk sugjerohen për që ta mbaj kushdo pronar të parë. Po. Aq më tepër nuk sugjerohen për gra. Dhe jo se kanë një problem gratë, po ata kërkojnë një përqasje alfa, duan një dominim. Duhet të perceptojë që ti je i zotit e pronarit. Një gjyshe, një grua nuk mund ta ketë atë marrëdhënie. I ka ngelur në derë.